Në suksesin e klubit të futbollit Shkodra për kategorinë U15 që sapo u shpall kampion e Shqipërisë, padyshim që merit të veçantë ka dhe trajneri Rudi Piraniçi, i cili mund të themi ka meritën kryesore. Urime Rudi. Faleminderit për urimin. Është një punë disa vjeçare me këtë grup, cilën nuk është rasti i parë që marrim kupa dhe trofe, por kemi pasur raste të tjera në përtën e jashtë Shqipërisë, por edhe brenda këtu. Kena lojtarë cilësorë që pretendojnë shumë të ardhmen. Është diçka e bukur sepse gjithmonë kur një grup punon disa vite edhe vazhdimësia është e sigurt edhe tregon vetë fakti sepse kena nxjerrë sportista që lozin për nivele më të larta. Kur këto lojtarë spikasin në këto nivele, ata arritën me një frymë, me një disiplinë e cila e ardhmen është e sigurt. Cila ishte veçanta, ne mund ta themi kështu, këtij sezoni? Sezoni ishte i bukur për arsye sepse kena luajtur 2 faza, edhe faza e tretë ishte me 6 skuadrat e para, edhe kena mbledh plot 66 pikë në total në kampionat. Po ashtu kena edhe golçenuesin më të mirë të kampionatit, Erjon Vajushit tek kampionati, po ashtu edhe Mbrojtësi Energjisë Sukaj dhe Erjon Paci si portier. Kjo ishte një bërthama kryesore e skuadrës, po edhe lojtarë të tjerë që kanë luajtur mirë. Në listën e konkurrimit keni pasur klube me shumë traditë dhe me emër që kanë vite që luajnë edhe në Superligë. Dhe ja dolet për të sfiduar. Federata ka bërë strukturë të re në ndarjen e ekipeve, Superliga dhe kategoria e parë, kanë 22 skuadra në total. Ne ka luajtur niveli kategorisë parë, por skuadrat kanë nivel, kanë emër edhe kanë ekipe zinxhir dhe ekip të rritur. Në këtë vit po mundona që ekipi Shkodrat të ketë edhe ekipe më të mëdha në sistemin zinxhir. Po ashtu kena edhe rreth 170 fëmijë të regjistruar tek akademia. Dhe shpresojmë që këtë vit edhe ekipin kategori të him të marrin pjesë. Tre të spikaturit sipas edhe vlerësimit që u dhanë në ceremoni ishin Vajushi Sukaj edhe Paci portieri. Përposhtë kësaj treshe, ka ndonjë element tjetër që janë lojtarë të tjerë që normalisht skuadra nuk bëhet vetëm me 3 vet, ka lojtarë të tjerë që kanë punuar, janë rrit, por përveç tyre që ka spikat, është edhe Narkaj, Gjilaj, Prendi, Fangaj, Mloja, lojtarë që ata pretendojnë për të ardhmen, por nuk kanë nivelin e këtyre treve. Treguesi i kësaj gjëre sepse gjithmonë kur në skuadër ka 2 lojtarë cilësorë, për shembull na kena pas të Dallinja 2000, Aleksander Trum që i let nivelin më të lartë të Maqedonisë, të vazhdimi. Është edhe Maqedonia Preka të Partizani vet. Gjithmonë skuadra kena pas 2-3 lojtarë cilësorë që të ardhmen, ato kanë spikatur dhe kanë dalë si lojtarë niveli të lartë. Piraniçi vitin e ardhshëm në Superligë, më e vështirë, konkurenca do të jetë më e fortë. Unë kam qejf që këtë ekipin me nxjerr prapë në Superligë me U16, si të arritën, do me marrë prapë këtë grup. Mirë, edhe diçka krejt fundit, diçka veçantë kemi thënë edhe herë të tjera, babë dhe djalë, Rudi dhe Taj Piraniçi, pra ju jeni rritur në familjen Piraniçi, po edhe në familjen e klubit Shkodra, për krah babait tuaj që i vogël dhe tashmë jeni në rolin e trajneri të sukses, që padyshim krenar për vete që nderoni babain, por edhe babai Tajipi krenar për ju. Është një emocion i veçantë edhe për dyshën sepse në Shkodra është qyteti i kulturës, sportit, është një emocion që na jep qyteti, po gjithashtu është diçka e bukur sepse babi gjithmonë thënë që çdo vit duket më i ri kur më shef mua të marr kupa dhe trofe. E maj të frymëzuar, maj me pasionin e tij që e ka shumë vite. Por mes të tjerëve, siç e kemi theksuar edhe herë të tjera, edhe një pjesëtare tjetër e familjes, mami juaj, Lumi, shumë tifoze, apo jo, bashkëshortja e Taj Piraniçit. Më lojtarëve kam supermenç. Por edhe na shikon, në sa herë që him në shtëpi, kur na shef lumtun thënë pasan fitu. Kur hupi na shef gzim fytyrë. E dalën dhe me thënë ka pjesë edhe Lumit të kontributi. Familja është shumë e rëndësishme tek pjesa e jonë. Urime maksimale për këtë sukses dhe urime dhe përgëzime familjes Piraniçi për gjithë të suksesin e vitit. Faleminderit, Naci. Faleminderit.